që mendoj ditën e nesme do kemi qëndrim se cili do jetë raporti që do të trajtoj këtë fazë të re, këtë zhvillim të ri, majoranca. Në fakt, deri ditën e dieshme zonja Balluku ishte në parlament. Mbajti fjalën e saj, pati qëndrimin e saj, pati qëndrimin e saj dhe përballë opozitës. Që ishte një qëndrim i fort, duhet thënë. Një qëndrim i fort, ndoshta ajo nuk e ka ditur që ditën e sotme do merr një vendim i tillë nga ana e drejtësisë për të, por ajo e dinte që ishte nën akuzë dhe qëndrimi i saj ishte si të gjitha ditët e tjera. Në fakt, është një tjetër standard që vendoset politik që persona të cilët janë në hetim, se nuk është si në rastin e zotit Veliaj që ndodh diçka akute në zyrë. Zoti Ahmetaj u largua në momentin pasi shkoi 2-3 herë në SPAK, zoti Ahmetaj u arratis dhe tani ndodhet në zër pasi ka kërkuar azil politik atje. Ndërsa zonja Balluku e dinte që ishte u thirr në SPAK, ju komunikua akuza paraprake, por përsëri ajo që ndroi ditën e dieshme është një tjetër standard në fakt që po vendoset në politik me atë që bëri dje zonja Balluku, pavarësisht se si do të jetë curia më teshme e saj? Mendoj se është qëndrimi djeshëm i saj në kuvend, ishte do thosha qëndrimi dur dhe tregon një lloj forme të re korrekte se si një raport korrekt. Ndryshe nga realisht nga politikanë tjerë që ti përmende, po dhe nga qëndrimi i përgjithshëm i opozitës kur ndodhet përballë situatave të tilla, pati një qëndrim ku në mënyrë të qartë tha që nuk do sulmoj drejtësinë, do respektoj vendimet e saj dhe ishte një sinjal që i drejtoj edhe institucioneve drejtësisë, po dhe një lloj modeli i ri i përballjes me një situatë të tillë ku është e vendosur në akuzë për një çështje. Kështu që mendoj se veprimi që do merret sot ose nesër do të jetë do jetë në vazhdim e asaj që ka u deklaruar dje në parlament nga ana e zonjës Balluku, kështu që nga kjo anë nuk pres ndonjë ndryshim të rëndësishëm të qëndrimit politik. Penalizohet qeveria Rama me goditjen e numrit 2? Politikisht patjetër që po, është një goditje politike për kryeministrin Edi Rama, për vetë majorancën, sepse duke hequr emrat është zëvendëskryeministri i dytë që është në akuzë dhe ka sigurisht një kosto politike për të cilën është kryeministri ai që mban përgjegjësia po jep dhe sqarimet e dura. Dhe në këtë situatë vetëm mënyrë që ajo që ka deklaruar edhe më herë zoti Rama është që përballë akuzave të drejtësisë majoranca nuk mund të jetë pengesë dhe nuk mund të mbaj asnjë lloj qëndrimi tjetër, kështu që në këtë vazh duhet të jetë qëndrimi i radhës i kryeministrit sipas këndvështrimit tim lidhur me këtë. Pjesa tjetër politike sigurisht kërkon një lloj ka efekte sepse në vendimi i gjykatës së posaçme kërkon edhe masa konkrete në qeveri. Praktikisht me vendimin e sotëm kryeministri është i vënë përballë një situate që duhet të zbatojë edhe duhet ta zbatoj me ndryshime në qeveri atë vendim, sepse kërkon një lloj mase konkrete që ose duhet bëj ndryshime, ose duhet bëj dhe delegime, po prapë do krijon një lloj ngërshi të tjetër kushtetues që mund të hapi debate të reja, ashtu si në rastin e zotit Veliaj. Kështu që është një situatë që ka efekte politike, përveç atyre juridike, që duhet të shohë grupimet brenda partisë, duhet të shohë dhe si do të menaxhoj gjithë pjesën tjetër qeverisë, sepse po flas numrin 2 të qeverisë që mban dhe ministrinë më të rëndësishme pas asaj të brendshme për nga pesha e strukturës shtetërore. Buxhetin më të madh qeverisë. Buxheti më i madh dhe më i rëndësishmi dhe nga ana e çështjes konkrete. Është vetëm një ministri që lidhet direkt me gjërat me rrugët, me gjërat që prekin më tepër qytetarët, pas asaj ministrisë së brendshme, që është gjithashtu e rëndësishme. Kështu që është një ministri që kërkon edhe një profil të caktuar politik, që nuk është një ndryshim që mund të bëhet brenda disa orëve apo brenda natës. Kërkon një lloj studimi dhe nga ana e Partisë Socialiste për të minimizuar efektet që sjell ky vendim. Kështu që mbetet gjithsesi për tu parë, por ka sigurisht ka kosto në gjithë mënyrën e punës së qeverisë. Mendon që ka heshtje nga opozita ditën e sotme në fakt? Ka një heshtje nga përfaqësuesit e lartë të opozitës, dua të them. Është një moment që SPAK-u, siç e the, po vendos një standardin më të lartë deri tani. Në detyrë është funksionarja më e lartë. Ne menduam që Merion Velin ishte funksionari më i lartë që u vendos në akuzë dhe i cili po është kryetar bashkie në arrest sepse vazhdon gjyqi ndaj tij dhe hetimi ndaj tij më tejshëm, ndërkohë që zonja Balluku është ende në me protokoll shtetëror nga pikpamja e protokollit është ende zëvendës kryeministre, por ka një akuzë dhe kërkon gjykata që
të shfuqizohet pra të Mos marrim më vendimet, mos shtrojmë detyrën, që është një lloj. Dhe opozita hesht. Mendoj se një pjesë e kësaj përgjigje gjendet edhe në fjalimin e dieshëm të zonjës Balluku, sepse opozita është një paradoks që nuk mund të. Domethënë para 2 ditë më parë ishte zoti Berisha në SPAK dhe sulmonte SPAK-un për çështjen e 21 janari dhe nuk mund dali të thotë sot bravo SPAK-u, megjithëse ka bërë një reagim në rrjetet sociale, nuk mund të dali sot dhe ta përkrahë kreun e SPAK-ut apo dhe të tjerë. Kështu që është një lloj paradoksi ku ndodhet opozita dhe tregon një lloj qëndrimi, do thosha, me 2 standarde. Politikisht çdo opozitë do e shfrytëzonte këtë situatë, pavarësisht sa qëndrojnë akuzat, pavarësisht është apo jo fajtore, apo kemi të bëjmë thjesht me një lloj stuhie. Çdo opozitë duhet ta shfrytëzonte dhe është gjëja më normale që do bënte, nuk duhet parë nuk duhet parë si e çuditshme nëse shfrytëzon situatën. Heshtja e tyre tregon që mbase ka gjëra të tjera që ende nuk kanë dalë në publik, edhe mbase opozita ende nuk do të kompromitoj veten me çështjet e tjera që rëndojnë mbi një pjesë të liderëve të opozitës, të zotit Berisha, zotit Peta apo të tjerëve. Kështu që në këtë situatë mendoj që i vetmi institucion që fiton pikë është SPAK-u, sepse paktën në parim tregon që ka një qëndrim standard ndaj të gjitha palëve, duke mos hezituar të hetoj edhe atje ku nuk mendojmë para se mund të hetoj. Tjetër punë, nëse janë apo jo fajtorë, sepse siç e thash, nuk është SPAK-u ai që merr vendime dhe jep dënimet, është gjykata dhe gjitha akuzat e SPAK-ut për zonjën Balluku apo tjetër, apo çdo tjetër duhet vendosen në fund në gjykatë dhe deri tani pak nga dosjet që SPAK-u ka marrë përsipër kanë shkuar gjitha në gjykatë, sepse janë akoma në proces hetimi dhe suksesi real i SPAK-u do shihet në fund. Por në parim mund të themi që ka të njëjtin standard me të dyja palët dhe ky është rasti që e tregon. Duke vendosur një standard kaq të lartë, por Dumani është në ikje në fakt. Pra, kreu i SPAK-ut ikën, për një muaj nuk do të jetë me Altin Dumani dhe hapet një çështje kaq e rëndësishme. Mendon që po ja lë, si të thush, një sken dhe po i lë këtë patatën e nxehtë pasardhësit të tij Dumani që lejoi që të bëjë një ekzekutim i tillë, se patjetër ka qenë në dijenin e tij. Përveç prokurorit të çështjes, dhe ne dim tani dhe është thënë që prokurori është zoti i çështjes, edhe vetë kryetari nuk ka ndikim etj, por gjithsesi ka edhe aty një zinxhir komandues, besoj.